Kryeministri Edi Rama vijon të mbrojë paketën e maleve duke e cilësuar si iniciativën që mundëson banorëve dhe pronarëve të shumë zonave të investojnë në tokat e tyre. Në një komunikim live me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, kreu i qeverisë se paketa e maleve është një mundësi e mirë investimi për të gjithë ata kanë trashëguar një pronë në male, por nuk e kanë shfrytzuar dot. Kryeministri Rama tha se do të ketë një histori suksesi për të hyrë Shqipërinë në Zvicrën e vogël. Njerëzit nuk e kanë njohur ligjin e ndarjes tokës në fillim vitit 90, ligjin 7501, i cili nuk është pranuar për arsye se në vend se të pranohet ajo ndarje proporcionale sipas ligjit asaj kohe, është rënë dakord mes veti, mes banorëve, mes komuniteteve, që Kryeministri u përgjigj protestuesve, të cilët që nga dita e parë kanë kërkuar anullimin e këtij ligji, që sipas tyre lejon shitjen e Shqipërisë. Për Ramën, kërkesat për të anulluar këtë ligj ka ardhur vetëm nga ata që i shohin malet nga qyteti. Si e njihshin, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën. Nuk kanë akses në financim, sepse nuk mund të marrin dot një kredi në bank, nuk mund të marrin dot një mbështetje nga institucionet publike, me grante, me subvencione, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Kryeministri Rama tha se ky ligj nuk do të anullohet pasi banorët e zonave apo emigrantët që preken drejt për drejt prej tij kanë interes të lartë për mundësinë po u jepet për të investuar në turizëm.